Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e CH-s të emisionit 60 minuta. Gjykatës kushtetuese i ka mbetur edhe një ditë nga përfundimi masës së përkohshme dhe një vendimi për bllokadën me Kuvendin e Kosovës, të tretin me radhë e që kësaj radhe ka të bëjë me zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. E për diskutuar për këtë temë pas pak në studio do ta kemi Naim Jakajn nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Se cili mund të jetë vendimi i mundshëm i kushtetueses lidhur me kërkesën e listës serbe, si do duhet të kthejë procedura votimit dhe a ka rrezik që përsëri të përballemi me bllokat, e cila do të jenë pasojat në rast se gjithë viti përfundon pa kuvendet e qeveri. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim lajmet kryesore të ditës. Qitaku e quan qesharake dhe të turpshme deklaratën e Kurtit për pezullimin e dialogu strategjik me SBA-n, kritikon Kurtin edhe për mungesën e takimeve bilaterale në SBA. Pas Prishtinës e Hagës më 17 shtetor do të protestohet edhe në Tiranë. Do të kërkohet drejtësi për ishkrerët e UÇK-s që po gjykohen në speciale. Bastisën zyrat e Këru Gjakovës dhe shtëpia e kryeshefit të kompanisë. Sekuestron dokumente e kryeshefi i kompanisë Hasan Krasniqi ishte arrestuar 5 muaj më parë. Trumpi do t'i paraqes Netanyahu planin e ri të paqes me ndryshim qëndrimesh të SBA. Sipas këtij plani, palestinezët do t'inkurajojnë të shndrojnë në Gazë dhe do të njihen aspiratat për shtat. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për deklaratën e dhënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se dialogun e planifikuar strategjik e ndërprehu për shkak të sundimit të ligjit për veriun e Kosovës. Qitaku i quajti qesharake dhe të turpshme deklaratat e Kurtit, duke theksuar se prej se ai udhëheq qeverinë ka shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës bashkë me partinë që drejton. Ajo pati kritika edhe sa i përket shkuarjes së Kurtit në SBA, duke thënë se nuk ka pasur asnjë takim bilateral të nivelit të lartë. SBA-t kanë investuar fuqishëm tani e 26 vite në Kosovë në të gjitha fushat. Të thuash që dialogu strategjik ka dështuar për shkak të këmbgulsisë së zotit Kurti për rende legje demokraci, në rastin kështu thënë më zbuti është qesharake, po në fakt, kur e thot një njeri me peshë politike, është e turpshme. Vetë zoti Kurti po i ik prokuroris tani e disa muaj. Shumica e ministrave të tij, nëse nuk kanë akt akuz, janë në hetime. Zoti Kurti dhe klasa politike, përkatësisht grupi politik të cilin ai e drejton, e kanë shkelur në mënyrë serike dhe me vetdije të plotë Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar në total 36.900 euro gjoba për 7 subjekte politike për shkelje gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ushtruesi detyrës së drejtorit të PZAP-s, Tefik Mahmuti, në një lidhje të drejt për drejt në emisionin sot, ka thënë se shkeljet janë kryesisht të ngjashme me fushat e kaluara, si përdorimi gjobave të përshtatshme, për vendosja postarëve në hapësira publike pa pasur leje, mbajtja e tubimeve në hapësira publike e përdorimi fëmijëve në fushat. PZAP-ja nga fillimi i fushatës më 13 shtator e deri tash ka marrë vendim ndaj 7 subjekteve politike. Bazuar në ligjin për zgjedhjet, nëse një subjekt gjobitet në vlerën prej 5.000 euro, atëherë s'ka të drejtë të ankohet në Supreme, por ato mund të bëjnë edhe kërkesë në PZAP për rishikim të vendimit. Se paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa prej fillimit të fushatës zgjedhore.
Gjykata Supreme e Kosovës e ka pranuar si të themel të ankesën ushtruar nga Partia Demokratike lidhur me gjobën prej 5.500 eurosh për panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili ja shqiptoi më 23 shtator. PZAP-ja pati gjobitur PDK-n pas ankesës së ushtruar nga lëvizja vetëvendosje lidhur me deklaratat që i pati bërë kandidati PDK-s për kryetar të Skenderaj Sami Lushtaku. Qeveri më të poshtër, më mashtruese dhe më antikombëtare nuk besoi se do të ketë Kosova, pati thënë Lushtaku, ndër të tjera në një fjalim më 19 shtator. Gjykata pasi ka vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të kontestuar në kuptim të pretendimeve ankimore, përgjigjes në ankesë dhe pas shqyrtimit edhe të shkresave të lëndës, ka gjetur se ankesa është e bazuar, thuhet në njoftimin e Supremës. Tutje, Supremja ka vlerësuar se PZAP-ja nuk ka arritur të konstatoj drejt dhe sakt gjendjen faktike. Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi ka dërguar notë verbale ambasadës së Kosovës në Podgoricë lidhur me të shtënat me armë zjarri nga dyshohet se u erdhën nga pjesa e Kosovës në zonën pranë qendrës malalzeze të skijimit Hajlla Shtedim, afër kufirit mes dy shteteve. Nga organet kompetente të Republikës së Kosovës është kërkuar që t'i identifikojnë dhe t'i procedojnë autorët e këtyre incidenteve, si dhe ta njoftojnë Malin e Zi për të gjitha masat dhe veprimet e ndërmarra, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Malit të Zi për Radio Evropën e Lirë. Në këtë ministri kanë thënë se megjithatë se bëhet fjalë për incidente të izoluara. Të paktën në 2 raste janë regjistruar dëmtime në infrastrukturën e qendrës së skijimit Hajlla Shtedim në Mal të Zi, e cila ndodhet rreth 1,5 kilometër nga kufiri me Kosovën. Në të dyja rastet, organet kompetente malazeze dyshojnë se të shtënat janë shkrepur nga territori i Kosovës. Fadil Gashi nga Policia e Kosovës për rajonin e Pes ka thënë se nuk ka asnjë informacion për incidentet e sigurisë në kufirin me Malin e Zi, duke theksuar se policia rajonale është më shumë angazhuar për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike e jo për incidente ndërkombëtare. Janë basisur këtë dënë zyrat e kompanisë rajonale të Ujësjelësit Gjakova dhe shtëpia e kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie, Hasan Krasniqi, i arrestuar në maj të këtij viti. Prokuroria speciale ka bërë të ditur se gjatë operacionit policia ka sekuestruar materiale, përkatësisht dokumente, të cilat do shërbejnë si prova relevante për rastin. Hetimet po zhvillohen për shkak të dyshimeve për kryenjen e veprave penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit, falsifikimit dokumentit zyrtar, shmangje nga pagesa tarifave të detyrueshme doganore, konflikt interesit dhe keqpërdorim i mashtrimit në prokurimin publik, thuhet në njoftimin e speciales. Kontrolli sipas prokurorisë është zhvilluar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, bazuar në urdhërin e gjykatës themelore në Prishtinë. Prokuroria speciale në mars të këtij viti arrestoi kryeshefin e kësaj kompanie, Hasan Krasniqi, ndërsa gjatë bazisjeve në objektin ku banonte dhe në zyrën e tij në KRU Gjakova u sekuestruan një laptop, një telefon, 22.205 euro dhe 2 kontrata që lidhen me rastin. Në mungesë të anëtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka dështuar të mbahet mbledhja e Komisionit për Politikë dhe Financa, në cilin ishte paraparë që të caktoheshin pikat e rendit të ditës për mbledhjen e Kuvendit të Prishtinës, e cila do të jetë e fundit e rregullt para zgjedhjeve lokale. Në sallë ishin vetëm përfaqësuesit televizës vetëvendosje dhe ata të PDK-s, të cilët kërkuan që në rend ditës në mbledhjen që do të mbahet të martën të futen diskutimi për gjyqjen e raportit auditimit dhe buxheti i komunës. Leutrim Radkoceri nga PDK ka thënë se komuna duhet t'jap llogari për para që sipas tij përmbaruesi po ja merr komunës. Edhe Gzim Sesha nga vetëvendosje ka deklaruar që të martën në mbledhjen e Kuvendit do të kërkojnë që në rendite ta fusin çështjen e buxhetit të komunës. Me iniciativë të organizatës së veteranëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, më 17 tetor në Tiranë do të mbahet protestë në mbështetje të ish udhëheqësve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më masive. Protesta në Tiranë do të pasojë ato që janë mbajtur në Prishtinë dhe në Hag së fundi.
Në mbështetje të ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me 17 tetor në Tiranë pritet të mbahet protestë organizuar nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Protesta në kryeqendrën e Shqipërisë do të pasojë nga ato që janë mbajtur në Prishtinë dhe Hag, në mbështetje të atyre që po gjykohen nga specialja. Sot, nga kjo tresë, ju dërtojmë të gjithë shqiptarë, kudo që jetojnë, veprojnë, parti politike, shqiptare, sidomos Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, bashkohuni me ne në këtë protestë paqësore në Tiranë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individe, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe e vërtetës sonë historike. E kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Xhavet Jashari, u shpreh se gjykata speciale po e njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Jo vetëm se kërreret e ushtrisë shqiptare të Kosovës mbahen pa drejtësisht atje, por nga kjo gjykat është duke u sulmuar dhe duke bërë përpjekje për të njëllosur dhe të barazuar luftën tonë drejt dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe mendoj që populli dhe kombi shqiptar, kudo që janë, duhet të reagojnë. Bashkorganizatori i protestës, Azgan Haklaj, theksoi se ish udhëheqësit e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s po mbahen padrejtësisht në Hag. Ai bëri thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe me 17 tetor. Sot është një moment historik, çlirimtarët ndodhen në Hag përballë disa akuzave të fabrikuara, ndërkohë Redo Iqiqi me shok është i lirë. Ndaj sot është mision shumë i rëndësishëm i shqiptarëve dhe ju drejtohem me një thirrje tepër vllazërisht e shumë shqiptarisht. Të gjithë sot jemi UÇK. Motoja jonë është edhe unë jam UÇK, drejtësi dhe liri për çlirimtarët. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi akuzohen nga specialja për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Ata janë duke u mbajtur në paraburgim që nga viti 2020. Mënaj Mjaka nga Instituti Kosovës për Drejtësi e thamë dhe në